Nuk do t'i gjoni kur nga unë akuza, sharje e as kërcënime për drejtësinë e re, edhe kur preken personalisht, derisa e vërteta të marrë formë të prerë, cila do qoftë ajo. Në të njëjtën ditë kur gjykata e kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi pezullimin dhe bllokimin e pasaportës për numrin 2 të qeverisë, opozita reagoi duke braktisur sallën e parlamentit sapo Belinda Balluku mori fjalë. Për Ramën kjo duk më shumë si nënshtrim se sa revolt, duke e bërë të ndiej komod mes heshtjes së kundërshtarëve. Megjithatë, përtej këtij gjesti opozitar që zgjodhi njërimin në vend të përballjes, kryeministri ndodhet sot në një situatë shumë më të ndërlikuar. Ai e ka të qartë se rreziku ndodhet vetëm një zyrë larg. Filozofia e tij e vjetër, hëngshin kokat tuaja për grupet kriminale, po i rikthen tani si një pasqyrë brenda qeverisë së tij, ku një bandë qeveritare duket se po ndeshet me një tjetër. Këtë herë përballë Ramës është vetë Balluku. Ndryshe nga Velia, i cili dhe në qelin nuk e fshet devotshmërinë ndaj shefit, rasti Ballukut është krejt tjetër. Pasi u njoftua për masën e pezullimit dhe ndalimit të udhëtimit në akuzën e shkeljeve të tendrave, ajo u takua me Ramën në një takim që mbyllet me dorëheqje apo falje, pasi të dy janë të ndërthurur në vendimarrje. Ajo hetua fillimisht për tendrin e tunelit të Llogaras, një procedurë që fshiu 50 milion euro me një firmë lapsi. Pas shifrës fshihej një interes strategjik, i cili u materializua ndërmjet një kompanie turke të lidhur me Erdoganin, të njëjtët që morën dhe projektin e spitalit Memorial në Thier. Haraxhi i fushatave kthehet gjithmonë. Edhe pse firma është e Ballukut, ideatori publik i mbetet Rama. Ai nuk e ka fshehur këtë as gjatë vizitës në Turqi me drejtuesit e kompanisë vetëm 2 javë përpara se ata të shpalleshin fitues. Prandaj Balluku nuk ka ndërmend të mbajë mbi shpinë përgjegjësitë që i takojnë tjetër kujt. Në ndërkohë opozita në vend që ta kapitalizojë këtë situatë qëndron e zbehur dhe pa strategji. Qytetarët janë të revoltuar, por rreshtet tyre reflekton mungesën e një alternative të fortë. E përpara se të numërojmë pjesëmarrës në protesta, opozitarët duhet ta shohim veten në pasqyrë për të mos i kthyer Ramës vetëm shpinën, ndërsa në prapasken, gladiatorët e pushtetit luftojnë mes tyre me të njëjtën shpatë që ka plagosur shpresën e qytetarëve.